Këtu është horoskopi i diel 19 tetor 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Këto ditë është e dobishme të mendoni për të ardhmen me optimizëm, por mos e teproni me shpenzimet apo investimet. Një integritet i bukur dhe mbi të gjitha ekuilibër i brendshëm me njerëzit që doni vërtet. Demi. Është e lehtë të ndihesh nervoz, i mërzitur edhe intolerant. Do të nevojitej një moment qetësie. Konsultohuni me ekspert për një problem juridik. Binjaket. Sot ju gjej të kënaqur. Dita e përgjithshme pozitive. Gaforja. Udhëtimi dhe zhvendosja janë të favorizuara. Dashuria, ata që kanë jetuar një histori për një kohë të gjatë, mendojnë ta bëjnë atë zyrtar. Luani. Shmangni vazhdimin e argumentimit për gjëra të padobishme, nuk është e lehtë të mbash qetësi me ata që mendon se po veprojnë keq. Në dashuri mbeten disa hutime, më mirë të sqarohen menjëherë se sa të shtyhen gjërat, ata që kanë jetuar së bashku për disa kohë duhet të menaxhojnë më mirë llogaritë familjare. Virgjeresha. Nuk duhet shumë për t'ju zemëruar. Ka kohë që nuk i mbani gjërat brenda, tani nëse ka vështirësi i ekspozoni. Së fundmi e keni tronditur partnerin tuaj me këtë mënyrë tuajën eksplicite. Peshorja. Kohët e fundit keni eliminuar disa miqësi ose njohje të panevojshme. Dashuria në pak ditë do të kthehet të jesh protagoniste në jetën tënde, por të paktën tani për tani ka distanca. Akrepi. Mos përkeqësoni tensionet, veçanërisht nëse ka pasur konflikte në familje. Kini kujdes ku parkoni marrëdhëniet që keni me njerëzit. Shigjetari. Një ditë me gjurmë apatie, ndoshta për shkak të energjisë së palodhur që keni vënë përpara në ditët e fundit. Problemi mund të jenë paratë, shpenzimet e shumta dhe mos egzagjerimi me kërkesa. Kini kujdes që një bricjap mund t'ju krijojë vështirësi. Bricjapi. Një takim i papritur mund t'ju vendosë në humor të mirë. Në dashuri keni më shumë shanse për sukses, gjithçka varet nga ju. Ujori. Një situatë që kërkon kujdes, mjafton një fjalë shumë dhe sot mund ta gjeni veten duke debatuar, edhe nëse nuk dëshironi. Dembel në dashuri, shumë angazhime ju thithin. Peshqit. Ndiheni të lodhur, dyshues, por ajo që ju duket e vështirë tani do të jetë shumë më e lehtë për t'u përballuar. Histori të veçanta lindin me një njeri të një moshe të ndryshme. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimin. Shihemi nesër.